Shqipëria është një vend shumë i vogël dhe është shumë i vogël për të lullëzuar kaq shumë spitalet private dhe që spitalet private kanë punë dhe lullëzojnë është pikërisht sepse shteti ka mangësi në shërbimin, në standardet e shërbimit, në cilësinë e shërbimit, gjithashtu edhe në sasinë e shërbimeve. Dhe nis nga kjo anë shqyqyr që ekzistojnë spitalet private, sepse është një opcion për shqiptarët përpara se të marrin rrugët e botës për t'u mjekuar. Po s'kan lek, doktor? Për t'u mjekuar dhe... Si dhe bëjmë atyre që s'kan lek, se mirë, jam dakord unë për ata që kanë lek. Po ata që s'kan lek, që do bëjmë? E disa njerëz më shkruan që nuk kanë, do të bëjnë një PET scan atje dhe rrinë pa PET scan. Nuk bëjnë do të një check-up, jo PET scan. Nuk bëjnë do të një eko, nuk bëjnë do të një scanner. Në kohën e mungesës në të shtetit pak në që i ka private. Kjo është meri, sepse një shoqëri quhet e qytetëruar ose emancipuar në atë nivel që ajo trajton të smurët dhe sidomos të smurët terminal, donë ato njerëz që janë duke e lënë këtë botë dhe të trajtosh atë, do të thonë pa pikën e njerëzilekut, pa pikën e humanizmit, është akuza më e rëndë për institucionet që administrojnë shëndetin.